LSDM pretendon se qeveritarët po han Karkaleca e Salmon. VMRO përgjigjet se Zaev po ndërton në Dubai. Deputeti Blerim Begjeti thot se BDI nuk planifikon bojkot, por duan të mos rrezikohet gjuha shqipe. Ministri mbrojtjes Misajlovski thot se duhet rreshtuar për krah Amerikës. Ish presidenti Pendarovski kërkon të mos kundërshtohet BE-ja. Kryeministri Albin Kurti akuzon presidentin serb Vučić për ndërhyrje në zgjedhjet në Kosovë. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin e lajmeve të orës 15:55 në televizionin Shenja. Për vete han Salmon e Karkaleca, kurse qytetarët i lënë me kore të thata. Këtë pretendime ka ngritur sot ish partia në pushtet LSDM, duke theksuar se zyrtarët e qeverisë Kristian Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze. Në anën tjetër, VMRO-ja në pushtet ka ngritur kundër akuzë, duke pretenduar se ish kryeministri nga radhët e LSDM Zoran Zaev po ndërton banesa në Dubai, ndërsa kryetari aktual Venko Filipçe me para të vjedhura ka ngrënë Karkaleca dhe Salmon. LSDM-ja opozitare akuzon pushtetin se zyrtarët e saj ushqehen me ushqime luksoze si Salmon dhe Karkaleca, kurse qytetarët me kore të thatë buke. Në reagimin e tyre, LSDM thot se rrogat nuk mjaftojnë as për ushqimet elementare, kurse zyrtarët e qeverisë Kristian Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze. Por derisa mira familjen e Maqedoni mezi ja dalin mban, ndërkohë që rrogat nuk mjaftojnë as për ushqimet elementare, zyrtarët e qeverisë së Kristian Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze, që qytetari i zakonshëm as që mund të ndërrojë. Tavolinat e tyre përfshin Salmon, Karkaleca oktapot, gafore biftek. Këta akuzë të LSDM-s VMRO-ja e quan gënjeshtër, ndërsa i përgjigjet me kundërakuzë. Thot se ish kryeministri nga radhët e tyre Zoran Zaev po ndërton banesa në Dubai, ndërsa kryetari aktual Venko Filipçe me para të vjedhura ka ngrënë Karkaleca dhe Salmon. Është lajm i rrem se qeveritarët kanë ngrënë Karkaleca dhe Salmon, sepse është bërë e qartë se kjo ishte një marrëveshje kornis për prokurimin e ushqimeve, të cilët prokurohen nëse nevojiten për delegacione që vinë për vizitë, dhe jo se ushqimi i tillë është prokuruar realisht. Ndërsa i kujtojnë LSDM-s se ky është i njëjti prokurim publik të cilin e ka bërë edhe Filipçe kur ka qenë në krye të qeverisë. Deputeti i BDI-s Blerim Begjeti ka mohuar pretendimet se po planifikojnë bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Ai ka sqaruar se bëhet fjalë vetëm për paralajmërim për thellimin e krizës politike në rast se cënohet gjuha shqipe. Në qoftë se cënohet ligji për gjuhët, sigurisht se do të ketë krizë politike. Pra ne nuk kemi paralajmëruar bojkot të zgjedhjeve lokale, por krizë të mundshme politike. Kështu është shprehur deputeti i BDI-s Blerim Begjeti për Radion Evropa e Lirë, i cili thot se në varësi prej asaj se çfarë do të ndodhë me ligjin e gjuhëve, vështirë se mund të ketë zgjedhje lokale. Ndërkaq përsëriti qëndrimin e liderit të tij Ali Ahmetit se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ние не сме најавиле никаков бойкот. Ne nuk kemi paralajmëruar asnjë lloj bojkoti, ne çdo herë jemi të përgatitur për zgjedhje, por fakti është se vendit i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare për të dalë nga situata në të cilën nuk respektohet legitimiteti i bashkësisë së dytë etnike në shtet. Ne jemi të vetëdijshëm se si do të jetë reagimi i qytetarëve për ligjin e gjuhëve. Prandaj kemi thënë se vështirë se mund të kemi zgjedhje lokale, sepse po prishet stabiliteti etnik. Në pyetjen se a mund të ketë trazira, Begjeti u përgjigj se stabilitet në shtet nuk mund të pritet. Не може да се очекува стабилност ако Nuk mund të pritet stabilitet në mesin e 13 subjekteve politike që e kanë iniciuar iniciativën për ligjin e gjuhëve në gjykatën kushtetuese, është edhe VMRO TPMN. Mendoj se është e qartë ku na çon kjo gjë. Kemi pritur që minimalisht dhe për korrektësi e respekt ndaj etnisë së dytë në shtet të tërhiqet ajo iniciativë.
I pyetur nëse në zgjedhjet lokale do të dalë në garë për Sarajin, Belerin Bexheti u shpreh se nuk ka ambicie për atë pozitë, ndërsa për arratisjen e ish-bashkëpartiakut të tij Artan Grubit, ai tha se qëndrimi i tij dhe i partisë është se të gjithë ata që kanë gabuar para ligjit duhet të përgjigjen, ndërsa shtoi se ai nuk ka pasur komunikim më herët dhe as pas këtij rasti, dhe se nuk e di se ku ndodhet ai. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski deklaroi se tash është koha më e mirë për të folur për paqen, jo për paketa të reja që do të ndihmonin Ukrainën. Ministri i Qeverisë Mickoski deklaroi se për shkak të një borxhi të vjetër, Ukraina tërhoqi rreth 2 milion euro nga Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar. Ministri Misajlovski tha se nëse ndonjë vend e mbështet vërtet plotësisht, ajo është Amerika. Ai thekson se vendi kanë nënshkruar 6 kontrata të reja me SBA-n në vlerë prej më shumë se 20 milion eurove, disa prej të cilave janë për drone të sofistikuara ku të gjitha mjetet vijnë drejt për drejt nga fondet e Shteteve të Bashkuara. Mendim ndryshe nga ministri Misajlovski ka ish-presidenti Stevo Pendarovski. Ai ka thënë se është shqetësues pozicionimi i hapur i Maqedonisë së Veriut me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Pendarovski deklaroi se pozicionimi i hapur kundër BE-s është i rrezikshëm, duke pasur parasysh se edhe vendet e mëdha peshojnë me mençuri se ku dhe si të pozicionohen. Më shqetëson pozicionimi ynë lidhur me administratën e presidentit të ri amerikan Donald Trump, qëndrimi i kryeministrit Christian Mickoski pas kthimit nga Amerika se duhet të mësohemi me këtë normalitet të ri dhe se kjo normale e re do ta pushtoj botën, është një tezë rrezikshme. Këtë e thoti ish-presidenti nga radhët e LSDM Stevo Pendarovski. Ai vlerëson se Maqedonia si vend i vogël nuk guxon të vrapojë dhe të qëndrojë krah për krah me Trumpin kundër BE-s, duke pasur parasysh se vendet e mëdha masin dhe peshojnë me mençuri se ku dhe si do të pozicionohen. Ai shtoi se për herë të parë po ndodh që BE dhe SBA të jenë në anë të kundërta. Prandaj shtoi se është me rëndësi se ku pozicionohet RMV. Kako mala država. Ne jemi vend i vogël, nuk jemi një superfuqi botërore, por nga më të voglat në Ballkan dhe nuk na ngjan të vrapojmë, të jemi të shpejtë dhe të parët të pozicionohemi përkat Trumpit. Nëse vendet më të mëdha të G7 nuk rreshtuan krah për krah me Trumpin pas zgjedhjeve, por përkundrazi po peshojnë, duke matur se cilat janë interesat e tyre dhe çfarë mund të arrijnë për vendin tuaj me një president të tillë amerikan, nuk mund ta kuptoj se çfarë është ky nxitim, duke ditur se ne jemi një vend shumë i vogël me pak burime. Për deklaratën e ish-presidentit ka reaguar VMRO DPMNE-ja. Përmes një komunikate për media, ata thonë se Pendarovski i LSDM-s me ofendime direkte ndaj Trumpit dhe SBA-s shihet se LSDM ka braktisur përfundimisht kursin pro-perëndimor. Pendarovski nuk është kushdo nga LSDM, qëndrimi i tij njëkohësisht tregon edhe frustrimin e kësaj partie ndaj VMRO DPMNE-s dhe suksesin e qeverisë, e cila u pozicionua krah SBA-s. Maqedonia me qeverinë e VMRO DPMNE-s është partner i besueshëm i SBA-s, ndërsa përfitimet për shtetin do të shihen në vazhdim. Tani është e qartë, thotë VMRO, se LSDM në mënyrë të rreme është paraqitur si pro-perëndimore dhe mezje kanë pritur një moment për të ndryshuar kursin. Sipas të dhënave të endit shtetëror të statistikave, numri i divorceve në Maqedoninë e Veriut është rritur për 23%. Në anën tjetër, martesat janë rritur vetëm për 14%. Përveç uljes së numrit të martesave, po ashtu vërehet edhe rënja e numrit të lindjeve. Statistika tregojnë se rënja është 4.2%, ndërsa vdekja e foshnjeve është 1%. Në vendin tonë shifrat e divorceve janë në rritje, ato të martesave në rënje. Sipas të dhënave të Institutit Shtetëror të Statistikave, 23% është rritur numri i divorceve dhe 14.7% numri i martesave. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024 janë regjistruar 601 shkurorzime, që paraqet një rritje prej 23.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në të njëjtën kohë, numri i martesave të lidhura është ulur me 14.7% me 2430 martesa të regjistruara.
Përkundër uljes së numrit të martesave, po ashtu vërehet edhe rënja e numrit të lindjeve. Statistikat tregojnë se rënja është 4,2%, ndërsa vdekja e foshnjeve është 1%. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024 kanë lindur 3.968 fëmijë, me një rënje prej 4,2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri vdekjeve është 5.174, nga të cilat 10 janë foshnje, që paraqet një rënje prej 1% krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2023. Rritja negative natyrore, e cila në këtë 3 mujor arriti në -1.206, tregon për vazhdimin e ndryshimeve demografike që mund të kenë pasuja të rëndësishme social-ekonomike në të ardhmen. Shëndetësia nuk do të jetë më viktime keq menaxhimit dhe abuzimeve, vlerëson koalicioni Vlen. Sipas tyre, fal ministrit Arben Taravarit, klinika infektive pas dekadash të lëna në harres është rikonstruar dhe pajisur me teknologjinë më moderne. Shëndetësia në vendin tonë, që kur Vlen është pjesë e qeverisë dhe udhëheq dikasterin e shëndetësisë, është zuar nga vdekja klinike. Institucionet publike shëndetësore do të marrin buxhet më të madh për 100 milion euro, premton koalicioni. Buxheti i këtij viti në institucionet publike shëndetësore do të jetë rreth 540 milion euro, theksohet në njoftimin e koalicionit Vlen. Një vetur e tipit BMW e drejtuar nga 28 vjeçari SD nga fshati Qellopek ka goditur një motociklet dhe ka mbetur të lënduar 2 të mitur nga fshati Miletino. Sipas njoftimit të MPB-s, njëri i mitur është i lënduar rënd, ndërsa tjetri ka marrë lëndime më të lehta. Pas goditjes, 2 të miturit të cilët kanë qenë duke vozitur motocikletën kanë marrë lëndime, thuhet në njoftimin e MPB-s. Ekipet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe janë marrë të gjitha masat për zbardhjen e rastit, kanë shtuar nga MPB. Një 37 vjeçar ka tentuar të vrasë një person në fshatin Mirkovs për shkak të marrëdhënieve të mëparshme të pasgjidhura debitore-kreditore. Për të, prokuroria ka ngritur akuzë dhe për një person tjetër, i cili dyshohet se ka ndihmuar në tentimvrasjen. Sipas njoftimit të prokurorisë, i dyshuari ka shkuar para shtëpisë së babait të viktimës me një taksi dhe ka thirrur viktimën jashtë. Kur ai është shfaq në derën e përparme, i dyshuari i parë ka nxjerr armën dhe ka qelluar një plumb direkt ndaj viktimës. Ky i fundit ka vërejtur në kohë armën dhe është tërhequr menjëherë pas derës, që mbyllej automatikisht dhe plumbi ka përfunduar në mur, thuhet në njoftim. Ditëve në vazhdim na pret moti ngrohtë, madje sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, shumë ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Gjatë gjithë javës së ardhshme, gjithsesi nga 10 deri 17 mars, vendi do të jetë në ndikimin e një mase të ngrohtë ajrore nga jugu, e cila do të vazhdojë të jetë relativisht ngrohtë për këtë periudhë të vitit, njoftojnë ata. Nesër moti do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare, e më pas në 2 ditët e ardhshme, sidomos në orët e mbrëmjes dhe të natës, do të ketë rreshje lokale shiu e jo të rrëmbyeshëm, të përcjella me bubullima. Kushte për shi lokal do të ketë edhe të mërkurën orët e paradites. Do të ketë rritje të temperaturave, sidomos të mëngjesit. Temperaturat ditore për këtë 7 ditor, sipas paralajmërimeve të meteorologëve, do të jenë nga 16 deri në 25 gradë Celsius. Kryeministri Albin Kurti ka akuzuar presidentin serb Vučić se ka futur në lojë Milan Radojčićin dhe strukturën e tij kriminale për të kryer shantazhe dhe manipulime në zgjedhjet e Kosovës.
Kurti ka kritikuar edhe partitë opozitare se nuk kanë pranuar të bashkohen për të mos lejuar certifikimin për zgjedhje të listës serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të ndërhyjë në zgjedhjet e Kosovës në favor të listës serbe. Këtë pretendim e ka ngritur sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka zbuluar edhe skenarin sipas të cilit është zhvilluar ndërhyrja nga kreu i pushtetit në Beograd. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za slobodu i pravdu opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë sonë për komunitetet dhe kthim, dhe Demokracia serbe apo Srpska demokratija të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht rom e ashkali. Kurti ka theksuar se lista serbe nuk do të duhej fare të certifikohej për këto zgjedhje, duke akuzuar partitë opozitare për mungesë të bashkimit përballë veglës politike të Beogradit. Tash ka qenë koha që lista serbe ta marrë mësimin duke mos e leju certifikimin e saj, por i shihni çfarë partish opozitare i kemi fatkeqësisht, as për këtë gjë nuk kanë mundur të mbajnë qendrim parimor, deklaroi Kurti. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjitha. Ju falenderoj që ishit me ne dhe mirupafshim.